Sëmundja e kancerit po përhapet me shpejtësi në vendin tonë për shkak të një sër faktorësh që ndikojnë, si duhanpirja dhe alkooli në nivele të larta, ndotja e mjedisit, keq ushqyerja e të tjera. Në vit numërohen rreth 3500 deri në 4000 raste me kancer të mushkërive, zorrëve, prostatës, kancer i qafës së mitrës, kancer i gjirit e të tjera. Për të ndihmuar në diagnostikimin e shpejtë, por edhe në vazhdimsinë e trajtimit të kancerit, në laboratorin biokimik në QSOT ka mbërritur një pajisje e re, si dhe është plotësuar gama e reagenteve më të rëndësishme për bërjen e analizave të ndryshme. Është një analizë e domosdoshme, jo vetëm për diagnostikim, por edhe për ndjekjen e terapisë dhe në raste të mira dhe për shërimin e sëmundjes. Ka qenë një analizë që është bërë deri para disa kohësh, për një periudhë jo të shkurtër nuk bëj, falë edhe ndihmës bujare të Bankës Raiffeisen, ne kemi një pajisje të re dhe do ta garantojmë edhe funksionimin e përditshëm dhe normal të kësaj pajisje për të dhënë një kujdesje shumë më të mirë për këto sëmundje, të cilat në vitet e fundit e kanë rritur shumë incidencën e tyre. Shefi i laboratorit Ndok Marku e vlerësoi mbërritjen e pajisjes së re, ndërkohë që theksoi mungesën e disa reagenteve specifik në laborator. Ne pothuajse për analizat bazë rutinë kemi punuar që asnjëherë mos ndërpriten, më të domosdoshme për një spital që të funksionojnë. Aktualisht presim na vinë dhe hormonet me buxhetin e ri me të hapur, gjërat kanë ecur përpara, besoj se shumë shpejt do futen ato që për momentin mungojnë. Edhe kështu që vetëm hormonet e tiroides mbi veshkorës, sa që për momentin se kemi, po shumë shpejt do t'i kemi në dispozicion. Drejtoresha e QSOT, Sogerta Manastirliu, tha se po punohet me kompanitë farmaceutike për furnizimin me medikamente të QSOT-s dhe për citostatikët që përdoren për trajtimin e sëmundjeve tumorale është dyfishuar fondi.